Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Izzet Meçiti garanton marrjen e masave pas zjarrit të rënd në vendin e depozitimit të mbetjeve elektronike në Trubarev. Institucionet kompetente informuan se ekipet kanë qenë në terren që nga momenti i parë dhe kanë ndërmarrë hapa, kanë ndërmarrë masa dhe rregullisht e kanë njoftuar opinionin. Vendi i djegur është mbuluar me rër për të parandaluar djegjen e mëtejshme të substancave të rrezikshme. Zyrtarisht informohet se ekipi nga laboratori Ambicon, pranë UGD-s në Shtyp, ka vendosur stacione mace për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe se brenda një jave priten rezultatet e para. Ministria do të informojë opinionin më njëherë pas marrjes së rezultateve përfundimtare nga analizat. Rajoni. Kryeministri Edi Rama reagoi pas vendimit të marrë nga gjyqtari Marko Boshku për rikthimin në punë të një drejtuesi rajonal të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, i cili jo vetëm kishte marrë pjesë në një ndërtim pa leje në Ksamil, por pretendoi se kishte mashtruar me shkrim duke deklaruar legalizimin e ndërtimit me gënjeshtërën se ndërtimi ishte bërë në vitin 2018. Në një reagim në rrjetet sociale, Edi Rama shprehet se një tjetër sport tradicional i gjykatësve, pa flamur dhe pa update të drejtësisë së vjetër fatkeqësisht vazhdon të ushtrohet nga gjykatës më të rinj, të cilët duhet të mbajnë lart flamurin e drejtësisë së re me pavarësinë, profesionalizmin dhe integritetin e tyre. Merret kryeministri Rama ka reaguar dhe ndaj vendimeve të marra nga gjyqtar dhe prokuror në favor të disa ndërtimeve pa leje. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve reagoi pas kritikave të kryeministrit Edi Rama ndaj gjyqtarit Marko Boshku. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve thotë se ky është një sulm i paprecedent dhe i papranueshëm. Në deklaratë, shoqata kombëtare e gjyqtarëve thotë se postime dhe komente si ai që është bërë ndaj gjyqtarit Marko Boshku janë në kufi të veprës penale dhe si të tilla do të monitorohen nga kjo shoqatë, duke vendosur dhe hapat që të ndërmerren në çdo rast. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë konstaton e revoltuar se sërish kreu ekzekutivit shqiptar në një mënyrë tërësisht të paprecedente dhe të papranueshme ka sulmuar një tjetër gjyqtar të gjykatës administrative të shkallës së parë në Tiranë, Marko Boshkun. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka deklaruar se Berlini ka lëshuar një mesazh të qartë në lidhje me mbylljen e fundit të fondit të pensioneve dhe sigurimeve shëndetësore në Mitrovicën e Veriut. Nevojitet koordinim dhe bashkëpunim, jo me hapa të përshkallëzuar, thuhet në deklaratën e kësaj ambasade, e cila një herësh përcjell deklaratën e drejtorit për Ballkanin Perëndimor, Turqinë, Këshillin e Evropës, DOSB e Ministrisë së Jashtme Federale Gjermane, Michel Refenstuhl. Në të i bëhet thirrje Kosovës që të përmbahet nga shënjestrimi i institucioneve shëndetësore të drejtuara nga Serbia. Shteteve të Bashkuara i duhet një partner në Kosovë i cili e kupton nevojën për të shmangur veprime destabilizuese, të avancojë stabilitetin rajonal dhe të mbrojë të drejtat e të gjithë qytetarëve të Kosovës, tha një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë. Zëdhënësi e dha deklaratën pak ditë pasi SBA-ja pezulloi për kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Ai tha se e ngarkuara me punë ambasadën amerikane Anu Patripati mban takime të rregullta me Kurtin dhe se ne ja kemi paraqitur drejt për drejt kryeministrit shqetësimet tona në këto takime dhe kemi bërë plotësisht të qartë qëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.